Bashkia Shkodër ka ndërmarrë një ndërhyrje të rëndësishme në sistemin e kullimit në zonën perëndimore të qytetit, duke nisur pastrimin e kolektorëve kryesor përgjatë unazës perëndimore nga zona e Xhabies deri në lagjen Dobraç. Muhamet Muça, përgjegjësi i sektorit të ujitjes pranë bashkisë, bëri me dije se janë identifikuar dhe hapur 4 kolektor, të cilët nuk ishin pastruar asnjëherë më parë, duke shkaktuar prej kohësh probleme serioze me evadimin e ujrave të bardha, veçanërisht gjatë periudhave merreshje intensive. Qëllimi i këtij aksioni është të ofrojë një zgjidhje afatgjatë për këtë problem, duke përmirësuar ndjeshëm sistemin e kullimit dhe duke reduktuar rrezikun e përmbytjeve në një zonë të populluar të qytetit. Në të njëjtën kohë, bashkia ka intensifikuar punimet për pastrimin e kanaleve kulluese në disa nga njësitë administrative të territorit të saj, si pjesë e një programi më të gjerë për përmirësimin e infrastrukturës bujqësore dhe mbështetjes së fermerëve lokal. Ky program synon të rrisë cilësinë e jetesës për qytetarët, të forcojë mbrojtjen ndaj përmbytjeve dhe të nxjisë zhvillimin rural në zonat me potencial bujqësor të lartë.